ndodhesh. Nuk jam dakord me këtë video. Ti si e kështu fare. Mos i beso shefit tënd kur thot ne jemi si një familje. Në punë nuk ka familje, në punë ka kontratë. Ai paguan, ti punon. Kaq. Një shef narcisist do të di gjithçka për ty. Çfarë mendon, çfarë ndjen, me kërri, pse nuk qesh. Ai kërkon vëmendjen tënde, miratimin tënd, madje ndoshta ndonjëherë edhe admirimin. Edhe kur nuk e merr këtë, të ndëshkon në heshtje, me ftohtësi ose me ignorim. Në fillim, të josh me mirësjellje. Të lavdron, të bën të ndihesh i veçantë, duke të dhënë ide se keni një marrëdhënie të shëndetshme, shoqërore ose edhe emocionale. Mos të gënjej mendja. Thjesht po kërkon të krijojë pushtet emocional mbi ty. Derisa një ditë e kupton, nuk je më punonjës, por je një njeri i varur dhe i manipuluar, ku dinjiteti dhe fytyra jote janë shitur për një pagë mujore. Asgjë më shumë. Nëse je në këtë situatë, largohu nga vendi i punës ku ndodhesh.